arsyet pse Zhaku e ka bërë dhe e dyta arsyet sepse ti je mërzitur. Dhe unë me sa Nuk është se u mërzita, Arban, të them vërtetën, nuk me fjalë u zdenjova, si mund ta përktheva nga italishtja e albanizova këtë gjë. Këta të dy kanë diçka të përbashkët. U shpifa. Arbana, unë kam zbuluar, edhe pse duken kaq të kundër, ta ka një gjë të përbashkët. Liri shpesh në për sfida, qoftë kur ka punu vete kështu, fillon e destrukton komplet atë punën, thot, jo se kemi bo, fillon bën shakara gjëra. Se jam autokritik në Prit, një minut. Të njëjtën gjë ka Zhaku, që fillon gjithmonë nga një pikë super e ullët. Do me thënë, po, kjo pikë ku këto nisen, dekonstruktive, është për konstruktuar diçka, është për provokuar diçka. Unë kërkoja media. Unë mund të them, nuk është e pëlqyeshme, po e dënueshme, sepse e kaloi si për Ilirit për t'i jo me jo se s'dum dënime për të gjona, po nuk e besoj që është e dënueshme. Absolutisht, nuk besoj që nuk kemi kuptuar, u kuptuam që nuk është e dënueshme, por nga ana tjetër, se cili ka lirin dhe hapësirën e tij, dhe në qoftë se dikush shkon dhe uzurpon hapësirën e tjetrit, duke bërë gjeste, tjetri ka gjithë të drejtën të mos e pranoj, të ofendoj, të fyet dhe të reagoj në qoftë se e ka bezdisur. Emision, unë se preka fare, a i më preku mua që më shtyru. A i më ofendoj mua, ta shti ju. Unë se kuptoj si ishi një gjëra do aty. A keni objektivitet, apo si gjykojnë gjëra do aty. Qarë, jetu ja fut tani po lejtë. Po ti më shtyve, ti më shave, unë se preka fare, ty mora në telefonin për ndreja baterin. Si e shikojnë, si e shikojnë qunat e tjerë, si e shikojnë qunat e tjerë në ferm, jam kurioze të mësoj edhe nga Indri, nga Romiri, nga Visi. Unë nuk e di dhe më thënë që fëse Zhaku thot unë ashu janë ndroj baterit, nga i herë jena në gjumë nëtën, ashu në ndroj baterit kër jena në gjumë. Jo, me që fejkët më abetë. Jo me që fejkët më abetë, se jena në gjumë në herë. Sa po e thashë unë Edhe unë që e kam ustaj. Si ndronë kështu baterit tonë. Jena ustaj. Ide dhe ti më shoj. Edhe unë po shkoj janë. Bjerë edhe ti me dëshmorët e tjera. Shko edhe ti me markë. Në që si jemi dakord. Po thosha, po s'lajnë me fol. Ilir, Rot pra bateria mos. Indri, isha të thanë që sa... ju lutem. Isha të thanë që... Zhako, edhe ti vazhdon ban krauna. Zhako, një sekundë. Egzoshtidurin ushtarin nderuar, martir sa ardhë. Isha të thanë që sa po thash njëjtë në gjatë me thanë, ti kështu nuk i nërën baterin tanë, vetër, pëse shkove me janë rutanve kështu, po të ma kishte ba mu, edhe unë isha nervozu shumë, sepse kush jetë ti me më hypë ti si përsi as dashnërja jam, as gruja jam, as kudiu, s'ke atë konfidencë. Kaq. Okej, Romir, çfarë mendon? Qa do me ndërë mira ma më qapsh. Qa vendosë me qenë pozitiv sot Arbana, po... Sinqerisht, i nida më dhimset. Kaq mendoj. Ky është komenti yt. Bujaka? Po, qos me nëjënë, që të tregon shikimi jam. Okej, me shikime. Kostana, çfarë mendon ti? Bujakun unë se çam ka thënë dhe mua. A më mjaft tash se bëret madhe fare. Po ushtar janë këto moza, lëri ushtarët. Lëri ushtarët, se një nga një do bie, një nga një. Prit, si them këtita, e spionoj këtë. Po kur bëre dans me mua sikur bëje sa. Po unë po kërceja mi mos. A do ta bëjmë dhe tani? Ta shovi publiku çat kam bë. Po mjaft tash i penalizove ka shumë sikur çat bëri. Dansi ka sensualitet, o mos. Ke lo me barë liri. Dansi ka sensualitet. A doni ta shifni si kërceja me mozën ke skena? Jo. Se jam gati ta bëj tani. Shiko, dua të dëgjoj pak edhe zërat e tjerë që janë aty. Kostana, çfarë mendon? Më duket e tepër të vulgare patjetër, e panevojshme si gest e para. E dyta, si tentativ për të katapultuar në vëmendje, në prime, më duket e lirë si gjë. Nëse ka kaj shumë bagazh Zhaku dhe kaj shumë kreativitet, besi do gjente forma tjera, do të prodhonte. Këto metoda, të them të drejtën, më duken pak dëshpëruese
dhe të varfra. Ja, dje dëgjua këngën e Për të saj, dalë kjo lavdëroj. në qendër të vëmendjes, sepse ka kreativiteti dhe të kapësh vëmendjen mund të janë dy gjëra të ndryshme. Të gjithë mund të jenë të famshëm për 5 minuta në jetë, me skandale, apo mund të jenë vetëm një herë 5 minuta në jetë, me diçka e cila ka dignitet, apo fundja përcjell edhe një mesazh, apo lë një trashëgimi në thonjza me gestin e tyre. Në këtë rast është për mua jo vetëm vulgare, po një dëshpërim i madh për vëmendje. Sara? Atëherë unë kam thënë që në fillim, Zhaku ka ardhur për të shpëtuar Mozën, por mendjen e ka te Iliri dhe u vërtetua që aty e ka mendjen. Këtë gjë bën gjatë gjithë kohës, ose e ka mendjen tek Iliri, ose është duke bërë banjë dielli në pishinë. Kështu që e ka thënë dhe vetë që s'kam asgjë për të humbur, për mua Është lojtare. Jo, nuk është lojtare, Zhaku thjesht ka ardhur për t'u kënaqur. Nuk i intereson nëse kënaqet dhe personi tjetër përballë. Po kur po thua e ka mendjen te Iliri, në ç'kuptime thua? Në të gjitha kuptimet e mundshme, për mendimin tim. Po. Një burr. Okej. Për mendimin tim, po, tani. Ilir. Jo, me jo. Është thjesht vetëm një lloj, themi, e cilësoj për herë të dytë kreativiteti vulgar për të qenë tani në këtë moment dhe të flasim për këtë temë. Pik, kaq, nuk ka asnjë lloj atraksioni tjetër. Jo, Ilir, të lutem, ka plot gra këtu që do donin që të dinin në Prime, po kur nuk do t'i hypnin sipër një burri. Tani të lutem. Po pra ka asgjë për të humbur. Këto Arbanat kisha ardhi çuna ty të hapte kokët me bu baterinë, s'kishe për të thënë asgjë. Po, më keq kishte për të thënë. Më keq kishte për të thënë. A shifje që do të bëjë. Do na kishin qit nga gardhi shumë me shkop bambuje. Bot buj. Ai më shtiu, më shau, s'merret njeri me këtë. Po normal se hype sipër. Si bëra si gjë. Edhe ta them me plot gojën pak bëra. A se preka fare, mikrofonin preka. Pak bëra. Po të kisha nejt një sekond më shumë. Pak bëra. Se s'po them një gjë tjetër tani. Po ai tani po mos më nxjerr. Se pak herë e treguar i të zezën. Se të bëj skëter. Pak herë e treguar i dushën. Shumë hatër po të mbaj. Se të bëj skëter në sekond. Shumë hatër po të mbaj. Mbyllë me kaq. Okej, mbyllim të diskutim. Po. Kisha dhe unë diçka se doja të thej që në fillim. Ma thuaj. Atë edhe unë si një ushtar i Ilit, për i kthej një përgjigje furçës së Mozës, që nuk mendoj, domethënë, mendoj një lloj si visi, që dhe unë nuk e di çka ka ndodhur natën kur është ndru bateria. Okej. Edhe ti në barma. Armina. Imagjino këto lloj njerëz gjykojnë kreativitetin. Egzageruan shumë. Po çfarë s'kan bërë, kanë kërcy me njëri tjetrin, janë përku, kanë festu, çfarë s'kan bërë tani Dëgjoj, po. mirë, po ka një dallim veç, ka një dallim. Mes të kërcyej dhe të bësh çfarë të duash ti, me dikë që është dakord. Arbana jam dakord është ngacmuese dhe ndoshta nuk ishte fine nga ana e Zhakut, okej, dhe Iliri mund të thotë. Moj Zhaku shumë mirë që e ka bërë, nëse Iliri do kishte qeshur, do ta kishte mirë pritur, do ishte okej. Dakord. Po mund të thotë si njeri që nuk e ka pëlqyer ai veprim dhe nuk ka nevojë që të shkojë në nivele ku realisht unë po e them, sepse unë nuk jam njëri që paragjykoj, dhe realisht i kuptoj dhe shakat dhe arsye pse njerëzit i bëjnë gjërat, domethënë kam tendencën që ti kuptoj anët e të dy palëve. Po kur pash atë videon, me thënë të drejtën, më shumë ka bërë përshtypje mënyra si i foli Iliri, bravo, se sa më ka bërë veprimi Zhakut. Dakord me ty Armina, po. Sepse ti thua dikujt t'i vrit veten, për çfarë? Për çfarë? Vetëm se derdhi afër dhe bëri një veprim të tillë. Kur ne kuptojmë shumë mirë që tendenca e saj nuk ka qenë tendencë provokative nga ana seksuale, siç po e bëjnë Okej, faleminderit shumë. Shifemi jashtë. Edhe ti të njëjtën ndjesim Shifemi jashtë. Nuk ndaj mendim. Zhaku e ka shprehur vetë tek Agaj, që ka qenë një provokim, nga i cili ka dashur të marrë një reagim. Ai ishte reagimi që mori nga provokimi që bëri. Mendoj që Zhaku nuk ka nevojë fare për provokime të tilla, nuk mendoj që e ka të nevojshme as pak ta bëj këtë lloj provokimi, mendoj ka mënyra të tjera plot dhe patjetër Iliri ka qenë në plot situata të tjera të tilla afrimiteti, por mendoj që ka shumë të bëj personi, do apo nuk do ta kesh një afrimitet të tillë me personin përballë. Ndoshta ai me Mozën e ka kënaqësinë puthet në buzë, me Zhakun s'ka qef t'ja ndroj bateri tashu, kështu që... Bravo! Nuk jemi puthur asnjëherë në buzë sa për djenin tënde. Ka puth Moza! Si jeni puthur? Moza ka puth! Ka puthur Moza dhe ka qenë
Më ka puthur Ka qenë një moza. infrasekond, po. Një sekond. Ti nuk e ke Ka qenë një shtyr. infrasekond. Ti se ke Ilir, shtyr qa do të mozën. thua shife mi jashtë, se nuk e kuptova. Jo, se do takohemi në studio dhe shtrëngoj dorën, kaq. Po qa lidhje ka, tani unë... Po pra për komendin që bërë, Unë jam subjektive. Sova, falinderit Nuk shumë ka thash. lidhje, jam Dhe subjektive mbylla. mendimet e mia. Do takohemi në studio dhe do përqafohemi. Po, U duke si ato çuna që thonë që zjerë mrena lokale dhe thonë shive mi jashtë, ke parkingu. Shive mi ke parkingu. Me respekti më të madh për Arminën. Okej. Ja thash me shumë kënaqësi se mezi po pres t'ju takoj të O, treve. Iliri, tani them një gjë, ti di që unë këtë kam bështet edhe në momente shumë të rëndësishme se kaq. Më mos u sqaroj ti vetë. Po diskutojmë. mrena Ka lokale. lidhje se më Armina, unë mendoj që secili merr atë që kërkon, ose që lyp. Eksakt. Kaq. Okej. Atëherë, e mbyllim të parantezë, unë kam nevojë tani të vinë pak tek Agaj, Sara dhe Zhaku.